Në një botë ku gjithçka kërkon shpejtësi dhe sipërfaqësi, Klevisi është një frymëzim ndryshe, një djalë i sinqert i përmbajtur në fjalë, me një thellësi mendimin që vjen nga edukata dhe respekti për të tjerët. Ai nuk ngutet të flas, por kur flet, fjalët e tij kanë peshë sepse vijnë nga një zemër punëtore dhe mendje shumë e ditur. Klevisi është një mik i vërtet, një familjar i palëkundur që çdo moment të shfrytëzon me punë, duke mos lënë asnjë sekond pa dhënë më të mirën e tij. Në bisedë me të për Sam 24.info dëgjimi është një vlerë, pasi ai nuk e merr lehtë asnjë mësim, duke respektuar gjithmonë rënjët që e kanë dhënë drejtim në jetë. Prindërit e tij, dy inxhinier të shkolluar që e kanë futur në zemër dashurinë për dije dhe disiplinë. Klevisi është jo vetëm një student i shkëlqyer, por një shembull i vërtetë një gjenerate që punon, ndërron dhe bashkon zemrat kuqezi. Klevisi është një jurist shqiptar me prejardhje nga Rainca e Preshevës dhe Fieri i Shqipërisë. Është aktualisht student në Universitetin e Teknologjisë dhe Ekonomisë në Budapest në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Informatikës, drejtimi shkenca kompjuterike dhe inxhinierike. Falë përkushtimit të tij dhe rezultateve të shkëlqyera, ai ka fituar një bursë të plot 100% nga shteti hungarez. Ai më 19 korrike ka dhënë provimin e fundit për mbylljen e semestrit të 6. I mbetet edhe një semestër për t'i përfunduar studimet dhe pritet të diplomuej më shkurt të vitit të 2026. Me punë shumë përkushtim, të dish se çfarë ke ardhur në Budapest, kështu na tha në fillim Klevisi. Klevis i Meri ka zgjedhur të jetë jo vetëm pjesë e këtij zhvillimi, por një kontribues aktiv në zemër të tij. Budapesti me historinë e tij akademike dhe kulturën e hapur ndaj talenteve ndërkombëtare, është vendi ku Klevisi po ndërton të ardhmen si një ekspert i shkencave kompjuterike dhe inxhinierike në një nga universitetet më të fuqishme të botës, Universiteti i Teknologjisë dhe Ekonomisë. Nga Prishtina në Budapest, rruga e dritës së dietarit të ri, Klevisi është një frymëzim i një gjenerate të re shqiptare që nuk ndalet në kufi. I lindur në Prishtinë në vitin 2004 me rreng nga Shqipëria e Mesme dhe Lugina e Preshevës, ai bart me vete një histori familjare të fortë me arsimimin e përkushtimin ndaj dijes. Prindërit e tij, të dy të diplomuar në inxhinieri në Universitetin Politeknik të Tiranës, ndikuan që ai të ushqehej që herët me pasionin për shkencën dhe teknologjinë. BME, tempulli i dijes në Europën lindore. Universiteti i Teknologjisë dhe Ekonomisë në Budapest është themeluar në vitin 1782 dhe njeh sot si një ndër institucionet më të vlerësuara në Europë për fushën e teknologjisë, informatikës dhe ekonomisë.